Në tingujt e pavdekshëm të muzikës filmike, Tirana u shndrua në një skenë të madhe emocionesh, duke mirëpritur koncertin Morricone ishte i madh në ditën e Europës. Me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe nën kujdesin e veçantë të kryeministrit Edi Rama, kjo mbrëmje solli në zemër të kryeqytetit një omazh për Ennio Morricone, një prej kompozitorëve më të mëdhenj të muzikës së kinemas botërore. Koncerti Morricone ishte i madh, është mbajtur mbrëmjen e së shtunës në sheshin Italia në Tiranë, ku merrnin pjesë figura të rëndësishme të jetës publike, mes tyre kryeministri Edi Rama, presidenti i Republikës Bajram Begaj, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato e të tjerë. Andrea Morricone dirigjoi orkestrën simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, duke sjellë për publikun emocionin e veprave ikonike të teatrit. Në këtë mbrëmje mori pjesë edhe Marco Morricone, i cili përmes fjalës riktheu kujtimin dhe trashëgimin artistike të familjes Morricone. La sceneggiatura era rimasta nel cassetto per più di 20 anni. Quando papà visionò il film. Ishte i koncerti mrekullueshëm, fakt një nga ato koncertet që në fakt në jetë të takon ta bësh një herë ose dy herë. Projekti në Morricone në fakt kishte ardhur në Tiranë pak përpara se të vinte te unë. Ja prezantova kryeministrit, ai ishte i mahnitur me faktin që ata ishin të interesuar për ta sjellë në Shqipëri. Kështu që projekti u bë më një herë dhe mund të them që është bërë në një kohë rekord sepse e gjithë kjo skenë dhe kjo shfaqje është bërë në më pak se sa një muaj. Urime të gjithëve për punën edhe për gjithçka që të dyja orkestra dhe institucionet vazhdojnë të japin për skenën shqiptare dhe këto bashkëpunime janë të vazhdueshme dhe të vazhdojnë dhe së shpejti. Kjo mbrëmje muzikore ndërthuri kujtesën, familjen dhe artin, duke e kthyer koncertin në një omazh të ndjerë dhe një përjetim të veçantë për publikun shqiptar, në nder të trashëgimisë së pavdekshme të Morricones. Koncerti solli në kryeqytet tingujt e pavdekshëm të kolonave zanore që kanë bërë histori në kineman botërore, të interpretuara me dinjitet nga Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar dhe Kori i Teatrit të Operës dhe Baletit.